e kam pas garazhën me hy, edhe prej garazhës është një derë që më çon salon. Tash në garazh i pa ta vendos dollapat dhe krejt teshat që i kam pas aty, do më thonë u pa të boni farë zhveshtore garazha. Që ti mu me hek gjithçka që kam pas vesh edhe direkt në një kese me të cilën mandej ishte në makinë, mi la, mi dezinfektu komplet. Më falni për mungesë modestie, po është e vërtetë ajo që e tham fillim, nuk ka pas kur asnjë emision në të cilin kam qenë bashkëprezantuese dhe jo vetëm shikueshmëri më të madhe sa emision në atë kohë. Edhe ti kur e ke pas idenë që telefoni nuk unal ka asnjëherë, tu të shkruan njerëzit, tu të pyet çka po ndodh këtu, çka po ndodh aty, tu tregu histori të ndryshme të tyne, tu e pas këtë përgjegjësi, u dasht me sforcu vetën shumë. Me i mbajt gjendjen tënde emocionale veç brenda teje. Edhe në një moment po na thot, edhe ju vet pak po ngrit zorin, po vërtet, po thot, edhe ti me shkodranin jeni të mos i respektu rregullat që i kemi vendosur na. Na i them, cilat rregulla nuk jemi tu i respektu? Tha, që sa afër jeni njëri me tjetrin tu raportu na, është e vërtetë që ishim në një studio, por klani studiot i ka gjigante, i ka shumë dhaj, edhe ajo tavolina është besoj 3 metra e gjatë, distanca mes neve na kemi qenë njëri në një çoshtë të tavolinës, tjetri në skajin tjetër. Edhe pi them, po don me të bindë që na kemi distancë, shkodrani është i gjatë edhe durt i ka të gjata gjithashtu. Ta shkodrana ma jep dorën, ta shohim a mundemi me mbri durt njëri me tjetrin. Edhe s'po mundemi, po mbet hapësirë në mes. Kanë kaluar 5 vite nga koha e pandemisë, e cila ishte, do thotë edhe Kosova ishte pjesë e saj. Nuk ishte periudhë lehtë për qytetarët e vendit tonë dhe për askënd në botë, duke e di që qëndruam të izoluar për muaj dhe përveç izolimit ishte pjesë e jona dhe frika e përditshme se si do të kalojmë apo do t'ja dalim mban asaj periudhe. Por të gjitha profesionet pothuajse ishin më të zbehura gjatë angazhimeve të tyre ditore, përveç raportuesve të mediave, gazetarëve konkretisht, të cilët ndoshta në rritën edhe intensitetin e tyre të punës, duke raportuar për gjendjen aktuale në vend rreth COVID-19. Për ta diskutuar këtë temë rreth përvojave të saj si gazetare dhe raportuese vazhdueshme, kemi të ftuar Naile Dema. Mirë se erdhe, Naile. Faleminderit shumë Vlera për ftesën, kënaqësi më qenë. Faleminderit ty që ju ke përgjigj ftesës, është shumë derë me të pas. Faleminderit, të vlerësoj. E dim që figura jote ka qenë vazhdimisht gjatë pandemisë, domethënë edhe zoni jot edhe tash ti kur po flet, gjithmonë më kujton diçka, realisht. Edhe ka që të lidh me një fazë kaq të tresht për ato. Jo, realisht nuk është, zoni jot është shumë unik, i veçantë. Po, domethënë automatikisht lidhet, domethënë me pjesën për shkak se e di që ke qenë figurë pothuajse vazhdimisht e raportimit. A mundesh me na tregu për fillim, domethënë çush ka qenë fillimi, për shkak se në fillim na pandeminë e kemi marrë, e kemi dëgjuar kin, po bëhet, kemi filluar dyqysh si zbet. Hajt se nuk na vjen, veç kur erdh, bum një farë ndjesie jo bash frikë. Çush ka qenë? Në fakt në ka fundi i vitit 2019, kur u raportuan rastet e para në Wuhan, bile kemi qesh, po e them kushtimisht me emrin, me virusin, nuk e kemi diskutuar, nuk e kemi marrë seriozisht fillimisht, kemi qenë vetë na gazetarë që kemi raportu për zhvillimet që po ndodhin atje, po në asnjë mënyrë nuk e kemi menduar që kaq shpejt kam mbritë na në Evropë fillimisht e më pas edhe në Kosovë. Kur e kemi fillu, unë isha në Klan Kosova në atë kohë në punë, bashkë me Shkodranin me cilin kemi moderu plot emisione të tjera dhe kemi bashkëpunu për kohë të gjatë, e patëm fillu një speciale që ju kushtu ekskluzivisht pandemisë dhe zhvillimeve që lidheshin në fakt për hir të së vërtetës nuk ka pas gjana tjera në atë kohë, nuk ka ndodhur asnjë zhvillim sepse u mbyllën shkolla, u mbyllën institucionet, gjithçka lidhej me pandeminë. Edhe nëse nuk e gaboj datën me 12 mars ka qenë
rasti I parë I raportum, I verifikum prej IKSHPK-s që u lajmëru në Kosovë. Edhe ne me njëherë kemi nisë me 13 në ditën e nesërme, kemi fillu me atë speciale që niste transmitimin orën 9 edhe zgjaste kryesisht deri në orën 11. Ka pas lidhje live me Lulzim Rakën, ka qenë atë kohë personi më I kërkuar prej mediave, I cili na informonte për situatën, gjendjen, si duhet të përmbahemi, rregullave që I vendosnin ministrit ose organet përgjegjëse në atë kohë, si po shkon situata, raportoni mandej edhe çush është gjendja në vende tjera të Evropës, ka pas numra në kohë reale të statistikave që vinin prej vendeve të ndryshme, sa janë të prekur me Covid, ka pas raportime të tmerrshme të cilat në shumicën e rasteve natyrisht që përkundër faktit që ti profan me qenë profesionist në redaksi edhe në punën tënde, por patjetër që kur flasim për tragjedi njerëzore ato të prekin edhe të ndikojnë emocionalisht edhe ty, ka pas këso lloj informata që në Itali për shembull e mbaj mend, detyroheshin stafi mjekësor me I marrë në kujdes njerëzit e ri që prekeshin edhe të më shumit milion qoftë edhe me pagesën, çmimin e madh të vdekjes tëne, se nuk kish vend, nuk kish hapësirë edhe në përgjithësi prandaj ka qenë periudhë e vështirë, e zorshme e raportimit. Atë kujtohet ndonjë rast që ka qenë më I vështiri për ty, domethënë kur e ke raportu gjatë periudhës së pandemisë? Ka pas plot situatat vështira, Vlera, vetë ideja e raportimit për një gjendje të mbylljes totale nuk është që ka qenë e lehtë. Sidomos kur e kemi parasysh faktin që shkollat u mbyllën, kontaktet me njerëzit e tjerë ishin të ndaluara rreptësisht. Unë isha në shtëpi gjithë ditën me fëmijët. Është paradoksale kjo pjesa, po e diskutojmë më vonë, që ka qenë edhe një prej periudhave në aspektin personal edhe të kalimit kohës me fëmijët më e mira që prej kur I kam ata. Por ideja është që kishim kontakt vetëm me njerëzit e punës, me stafin. Edhe ato diskutime I kishim të vështira, zakonisht vështira për gjendjen emocionale edhe në përgjithësi zakonisht bisedat silleshin rreth zhvillimeve, çka po ndodh, e den nuk ka pas informate dhe ideja që nuk e den ka po shkojmë edhe çka po ndodh, çka do të bëhet tutje, ka qenë goxha e vështirë. Në anën tjetër, të qenë në studio, në kontakt të përditshëm me persona të ndryshëm, me gazetarë që dilnin terren, shkonin edhe në klinikën infektive, edhe kameraman që vinin prej atje me rrezikun 99.9% të infektimit për atë kohë, e dyfishojke gjendjen tam dhe pa ta vendos me shkput kontakte krejtësisht me njerëz tjerë të familjes. Do me thonë, kam qenë me fëmijët edhe me burrin për 2 muaj nëse nuk gaboj, kam qëndru krejt jashtë njerëzve tjerë. Në asnjë moment nuk I kam taku familjen tam, shoqnin, do me thonë veç punë edhe shtëpi. Edhe në shtëpi kur kam ardhë, e kam pas garazhën me hy, edhe prej garazhës është një derë që më çon sallon. Tash në garazh I pa ta vendos dollapat dhe krejt teshat që I kam pas aty, do me thonë pa të bëni farë zhveshtore garazha. Që ti mu me hek gjithçka që kam pas vesh edhe direkt në një kese me të cilën mandej I shten mashinë, mi la, mi dezinfektu komplet. Me dezinfektuesme, edhe kjo pa dyshim që na ka shti në një gjendje jo fort mirë emocionale. Mandej rrugës dhe sa shkojsha në punë, as një vetur të vetme nuk e takoja, krejt vetërniko qel. Imagjinoj prej një situate kur ka pas mundësi me prit 40 minuta në kolon, veç me kalua të rrethin aty, ish krejt e zbrast, edhe jo s'ka qenë hiq e lehtë. Por krejt këto ka pas plot momente kur unë kom shku punë të kajt gjatë gjithë rrugës, ose e kom pas në lidhje direkte me Viber ose me telefon, mi u tregu njerëzve që është rruga qelë, do me thonë emocione dhe tash kur I kujtoj. Po realisht Naile, kur pe përmend rrugën, kur ke pas me raportu për dallim prej sot, do me thonë që me thonë është rruga qelë, gëzohem. Po atëherë veç ideja që arsyeja pse ka qenë rruga hapur, do të thonë ta krijon atë ndjesinë e frikës. Sakt, se e ke ditë që krejt një botë komplet është mbyll. Edhe tash sikur ta kishim ditë që kalon kështu, çush kaloj, normalisht e kishim marrë shumë të mirëqenë edhe në rregull, shumë mirë, po e shfrytëzojmë kohën me familjet tona, po e shfrytëzojmë, po në asnjë moment se ke ditë çka të pret, çapo të pret, s'po them nesër, mi apo ora që vjen në vazhdim. Edhe në anën tjetër përkundër krejt kësaj gjendje tande emocionale
emocionale që ke mujt me pas, ti u dasht me shku si gazetare me kry punën tane, me dal me raportu, mos me shfaq në asnjë mënyrë emocionet të tilla çfarë po Ka qenë tash. vështirë me i menaxhu? Ka qenë shumë e vështirë kjo, shumë e vështirë ka qenë se e ke ditë në fakt më falni për mungesë modestie, po është e vërtetë ajo që e them fillim, nuk ka pas kur asnjë emision në të cilin kam qenë bashkëprezantuese dhe jo vetëm shikueshmëri më të madhe sa emision në atë kohë. Edhe ti kur e ke pas idenë që telefoni nuk unal ka asnjëherë, tu të shkruan njerëzit, tu të pyet çka po ndodh këtu, çka po ndodh aty, tu të tregu histori të ndryshme të tyne, tu e pas këtë përgjegjësi, u dasht me sforcu veten shumë. Me i mbajt gjendjen tënde emocionale veç brenda teje, nuk e guxu në asnjë mënyrë me shfaq panik ose fytyra jote, gjendja jote me lënë dikon me nënkuptu që mundet me qenë keq situata jashtë ose ngjashëm. Tash neve gjithmonë na vjen ndo informata që situata është hala më keq sa që po raportojmë. Edhe kjo idea, ky balanci me i mbajt ato veç për veti edhe pa i shfaq, pa i marrë vesh të tjerët, është kogja e vështirë. Nganjëherë mendojsha hajde në rregull se na po dalim edhe po raportojmë, po tregojmë çka po ndodh, thjesht po i transmetojmë çato informata, po e kom kuptu sa serioze ka qenë puna edhe kjo balanci i fytyrës edhe gjendjes tem me ato që po ndodh dhe me ato që unë shfaqi tek mas i ka përfundu si fazë. Në plot raste më kanë thonë njerëzit e kom këshyr fytyrën tënde edhe e kom ditë që mirë është gjendja. Do me thonë, në momentin që të kom pa ty që je okej, fytyra jote është mirë, edhe unë i thash, ka pas shumë mundësi me qenë një prej aty në ditëve që unë rrugës të ardhë kom qajt, krejt rrugës prej, do me thonë prej gjendjes në cilën ke qenë, edhe kur ke dalë aty, nuk u dasht me u vrejt kur gjoheq, sepse në fund ditës je dush me qenë profesioniste në punën që e banë edhe nuk guxon me transmetu panik ose emocionet të tilla cilat mujnë me kriju panik të njerëzit. Po ka qenë, në anën tjetër ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme unike që nuk e besoj që përsëritet ndonjëherë dhe uroj në fakt të mos përsëritet ndonjëherë. Është pak e çuditshme kjo puna e të qenit gazetar se në përgjithësi sa më shumë raportime për sfida dhe prej sfidave të ndryshme, aq më gazetar ndihesh. Edhe pa dash në asnjë mënyrë me tingëllu bagazhin profesional po. E vërtet, pa dash në asnjë mënyrë me tingëllu që se disa mendojnë që gazetarët kanë qef me pa këso dramash e lufta e ku e diun çka për me raportu, por jo, nuk në fakt ne nuk i krijojmë ngjarjet, ato krijohen. Tash dikush duhet me raportu prej tëne ose për to. Dhe sa më shumë që ka këso lloj raportimesh, besoj që ajo ndjenja e të qenit gazetar të përforcohet, e ke kalu edhe një sfide, ke raportu edhe për një çështje, ke qenë pjesë e një procesi ose ngjashëm. Po ka qenë e vështirë. A ka pas ndonjë moment për shkak gjithë këtyre vështirësive se për ne si persona të jashtëm që kemi qenë shtëpi realisht, edhe kemi dëgjuar prej teje në këtë rast, më thonë raportimin, po i bjen që ka qenë një borë komplet mbi ju. Në kuptimin që, një person për 2 milion gati, po e menaxhon veten që ata mos me i shqetësu ma shumë se që ata jënë realisht. A ka pas në e moment kur ke thonë, ata po më dhejt të distancona prej raportimit edhe të ri edhe unë në shpen një farformë ose të... Jo s'ka pas vlera. Në fakt... Tash e kom mendu në disa raste këtë pjesën që unë duna me qenë e fort, në disa ditë mija të dopta, le ta quajmë, të dopsisë emocionale. Për ndryshe në ditë e tjera, thjesht kam raportu si për krejt ngjarje tjera. Edhe mendoj që me kohë, me përvojë vjen e arrin këtë nivel, sepse nuk është as pak e lehtë. Unë i mbaj mend plot raste në fillim kur kam filluar me qenë gazetare, për ndryshe ka 20 vjet që raportoj në bazë ditore, dhe më ka rënë me raportu prej terrenit, prej ngjarjeve më të ndryshme. E mbaj mend njerë kur kam shku me një kolegën tem e cila ishte e përcjell varrimin e një djalit të ri, po flas para 20 vjetëve, që kish vdek ose ish vra, nuk e di sakt, nuk jam e sigurta ka qajt në anë e vet ma shumë a on. Do me thonë ka qenë tepër e vështirë. Edhe kom kalu në për plot faza për me mbri deri këtu që me dit me menaxhu këtë gjendjen tonë emocionale. Ka pas edhe
raste kur unë kom qajt edhe në studio, do me thonë, pavarësisht që nuk është shumë profesionale kjo, por në fund ditës ne jemi njerëz, edhe kemi edhe emocione, edhe najherë muj me ndje një lajmë shumë keq, me përjetu shumë keq, nuk do me thonë që ke bo gabem, ose që ku me di qa o bo pse ke qajt në studio, e mbaj me në rastin e Ortekut në Rëzdelic, që pa të mbyt patlonë shumë viktima, edhe momenti kur vajza Amsera ka qenë 5 vjeqe nëse s'ka pojnë atë kohë të raportimit, ekipi i klanit ka qenë aty, edhe ka kap momentin e shpëtimit të vajzës. Tash unë isha në studio, edhe kur e kom pa atë moment, edhe kur e kom bo që të raportim, normalisht e kom qajt, nuk kom, do me thonë, në studio live. Po të kjo ish pak ma ndryshe, ose nisa me mësu me menagju edhe emocionet e mija edhe vetën, edhe në anën tjetër, punojsha pak ma shumë me vetën, me thonë që veç pak se kur del, kur hynë në studio, ti duhet të ki, puna jote është me raportu, jo me qajt, jo me na tregu çfarë emocioni duhet me pasna. Po realisht po konsiderojnë Aile që ka qenë edhe një shok emocional për ty edhe për komplet për ty se kam trajtu. Besoj që ide shumë e mirë me majtë seanca psikologjike se me shumë gjas mundet me qenë një traumë që mu ka... Po, për shkak se kur e tregove rastin e Rëstelicës dhe ati djali dhe më thonë të ri që rastin e vdekjes dhe këto raste që ti nuk e mujt me menagju veten për shkak se kanë qenë të papritura. Ndërsa Covidi ka qenë dhe më thonë rast komplet tjetër për shkak se ideja jote ka qenë që gjithë njerëz që po të shikojnë të friksuar. Edhe e ke marrë një farforme barrën e gjithëve. Po, por në ashtë një mënyrë s'ka mendu me u tërheq, jo, asë njëherë, jo kur. Në fakt hala se mendoj me u tërheq, mendoj që hala duhet me kontribu pjesë e gazetarisë, andron forma e të bamit gazetari, edhe mënyra çka ban, a je në teren, a je në studio, a je në menaxhem, është çështje tjetër, por me qenë pjesë e gazetarisë, do me thonë me i përjetu, edhe me gjetë mënyra me i te kalu edhe këto sfida, edhe rreziqet, edhe gjithë shka që mundet me dalë përpara. A ka pas në moment edhe qesharak, se okej, e dim që ka qenë situatë shokuese, alarmante, trishtuese për krejt ne, po gjatë periudhës raportimit, a ka pas në moment që ka mujt me tinglu dhe qesharak, edhe pse nashta shumë zor me gjetë një të tillë, po ka njëherë din momente, dhe më thonë, jeta është e tillë që edhe në momente, dhe më thonë, ma jo të mira, ndodh diçka, bën dikush diçka. Po, e vërtet, në fakt mendoj që ka pas plot momente tilla, besoj që ka pas, po që momentalisht s'është që po më kujtohet ndonjë qesharak, po që kemi pas të paprituna plot edhe në studio edhe live, po, e diskutu ma herët sa shumë strikte kanë qenë ato rregullat që ishin vendosë. Dhe dirisa kitë bota ishë mbyllë mrenda, na pa tjetër kemi pas medal. Kanë qenë disa kategori stafi shëndetësor, gazetarët, mediat që duhet me informu qa pëndodh, marketet nëse nuk gaboj farmacit kanë qenë të hapuna. Disa kategori të kufizume, disa sektore. Dhe po ka pas masa të repta. Kemi punu me dorza, kemi qëndru gjatë gjithkohës me maska, distancën u dash me pas 1 metër nëse zgaboj ka qenë. Ajo distanca e vendosun prej KSHPK-s në emër të rregullave, edhe me një moment e patëm telefonu, ka qenë Armend Zema i ministër në atë kohë i shëndetësisë. Telefonu për një lidhje live me Skype ose Viber ose veç me telefon, nuk ka me rëndësi, nuk e di që kemi komuniku me ta, por e di që me një moment u nervozu, nuk e di për çfarë arsye, po e pati një farë nervoze në raport me neve. Tash puna jonë ish me bo pyetje, edhe natyrisht që mu së më intereson nëse pyetja jemi pengon ati, ose kujdo qoftë, po ka mundësi edhe që e ka pas edhe ajni që si dite si onë, që ka qenë emocional, ose i ka mungu dikosh, ose ka pas na i vështirësi në punë, nuk e di, por reagimi ti ka qenë i ashpër, jo shumë i natyrshëm në raport me natyrën e Armendit. Edhe në një moment, po na thot, edhe ju vetë, pak po e ngrizonin, po vërtet, po thot, edhe ti me Shkodranin jeni të mos i respektu rregullat që i kemi vendosna. Na mi thom, cilat rregulla nuk jemi tu i respektu? Tha, qësa afer jeni njoni me tjetrin të raportu na, është e vërtet që ishim e një studio, por klani studio ti ka gjigante, i ka shumë dhaj, edhe ajo tavolina është besoj 3 metra e gjatë, distanca mes neve na kemi qenë njoni në një qosht të tavolinës, tjetrin në skajnë tjetër. Edhe pi thom, apo don me të bindë që na kemi distancë, Shkodrani është i gjatë edhe durti ka të gjata gjithashtu. Ta Shkodrana ma jep dorën, ta shohim a mundemi me mbri durt njani me tjetrin. Edhe s'po mundemi, po mbet hapësirë në mes, thash apshet që nuk jemi tu i shkel në rregullat. E ka pas plot momente tilla që njerëzit për plot arsye provojshin me të sfidu dikon, me të gjetë diçka. Po frustrimi, do të thonë veç ka
ka shku një farë zinxhiri për shkak se ju e keni ditë rolin edhe jeni mundu me menaxhu, po njerëz me të cilët keni bashkëvepruar ose keni pas interakcion, gjithë kanë pas frustrimin në formën e vet për shkak ndoshta edhe të izolimit. Po, e që mundojshë me kuptu, me mirë kuptu në fakt. Vazhdojmë me një blok marketingu edhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Naile, këto kanë, do më thonë, krejt sfidat, e di që ka dhe shumë të tjera, po ndërkohë me siguri kthehem prap. Po du me tregu një ngjarje pak qesharake që për mu tash është qesharake, se në atë kohë nuk ka qenë bash për me kesh, ka qenë momenti kur unë kam një shoqe, edhe shumë, do më thonë asi shoqe shumë të afërt, që në pandemi normalisht që ato kafet e përditshme i kemi lanë për shkak se ishin masat e kufizuar edhe secili friksohej për veten, për familjen. Po, dhe i patën mbyll. Po, patën mbyll komplet. Edhe mandej një ditë kur u lirun masat në kuptimin që okej, mundeni me dalë me kry punë, nuk po më kujtohet çështu diçka ka qenë, me mask, me dorza, edhe me distancë 1 metër mes vete. Edhe na patëm fillu në qatë kohë, do më thonë, unë kam qenë në katin e dytë dhe i përgatitësha kafet, masi nuk funksionojshin, do më thonë, edhe kafiterit që edhe me ble, edhe zbritshim bashk, edhe ecshim pak, edhe ulshim në stolat e lagjes, me 1 metër distancë, me mask, me dorza, do më thonë, nuk e di që shë pishim kafen të tentu qashtu, edhe tash kur e kujtojmë, do më thonë, seriozisht ka qenë shumë, adin, tash me pa dikon në qatë gjendje, të bo qatë veprim është shumë shokuse. Shumë traumatike. Vlera tje psikologe, bashkë po më intereson që s'po më dalë prej rolit gazetarës, do pyetje. A ka njerë që trajtojnë këtë periudhë që kërkojnë ndihmë psikologjike? Diqysh, njerës nuk jenë të vetëdijshëm për ndikimin. Po ka njëherë, gjatë seancave, më thonë ti del edhe e shek ku ka qenë poenta. Edhe pse i kërkush nuk vjen me thonë ka qenë në Covid. Po, se nuk e din. Se nuk jemi të vetëdijshëm për shumë situata që na i kalojmë. Veç që del që mund të me shkaktu shërbullime ose probleme. Normalisht, për shembull, që ato frustrimet mrena familjes, na kemi pas momente shumë të mira, ku na jemi knaq, tash tregon edhe ti për atë periudhën me fëmijët, ku ti ke kushtu kohë familjes, nashta që në përditshmërinë normale, nëse më thonë është pak problematike me ja kushtu,
po jo të gjithë e kanë përjetu njëjtë, për shkak se ti ke qenë në rolin e nanës, edhe i ke pas fëmijët, edhe domethënë je ndije përmbushur me çat pjesë që je të ju kushtu kohë. Po ka të tjerë, domethënë kryesisht moshat e reja, të cilët kanë pas tendenca me pas një jetë aktive, nuk e kanë pas të nevojshme si një nanë, me pas qatë qetësinë në shtëpi. Kështu që këtu janë elemente normal që lojnë pasoja, po që na jo gjithmonë jemi të vetëdijshëm. Na ende pasojat e luftës i kemi, po që jo gjithmonë domethënë e dim që është diçka, nashta ka qenë fëmijë shumë i vogël në periudhën e luftës. Kështu që na si shoqni ti e din edhe më mirë, ke musafir plot, domethënë ki përvojë plot edhe i din, domethënë ke trajtu shumë tema të cilat lidhen edhe me luftën, edhe me shumë çka tjetër, edhe so kemi na bagazh traumatik, nëse më thonë, për me trajtu. Po me shpresë që, domethënë, kemi me arrit gradualisht. Po, edhe me rëndësi me u vedisu, me kërkundim. Po, kjo ma rëndësishmja. Naile, qysh ka qenë për ty në shtëpi, domethënë çaj qëndrimi në shtëpi gjatë kohës pandemisë? Në shtëpi, nga njëherë friksona që s'kom ditë me shiu, maksimalisht, sa u dasht. Tash kur e mendoj prej kësaj perspektive, kanë qenë 2 mujt ma kualitativ, që prej vajza e ka 11 vjetë, djali 6, që prej kur kanë lind ata 2, kanë qenë 2 muj ma kualitativ në kuptimin e raporteve të mia me ta. Domethënë kemi qenë gjithë ditën, unë shkojsha rreth orës 6 në mbrëmje në shtëpi, kur Naimi burri u kthejke prej punës, veç ndroheshim njëri me tjetrin. Edhe di që kemi, domethënë natyrisht ushqim në shtëpi gjatë gjithë kohës, aktivitete pafund. Po qa ka qenë ma interesant, i thash një ditë e diskutova me dikon, nuk e kisha ditë kur sa kreative jam në gjetjen e metodave, nuk kemi lon gja në shtëpi pa e shfrytzu me kriju lodra, se nuk kishim mundësia as lodra me ble, ato dyqanet u mbëllën. Edhe i harxhum krejt ngjyrat që kemi pas, që i kishim fut dikon me një shport që se kishim ditë as që ekzistojnë, kemi kriju topogano, domethënë, kemi ngjyros pa fond, kemi thjesht bëjshim lodra vetë prej atyne mbajtësve të vezëve, prej letrave që mbetshin të letrave të toaletit, gjithçka e kemi reciklu. Edhe gjithë ditën së paku 3-4 orë kemi kalu në bar, të bo aktivitete të zhvillu në loj, të bisedu mes veti, televizorin shumë pak e kum lojnë shut, vish kur më interesoj ke diçka me marrë vesh për shkak të gjendjes. Vajza i shumë e vogël edhe nuk isha e sigurta e kupton drejt që ato që po ndodh. Kemi provu mi a shpjegu pse duhet me qëndru mbyll edhe çka, sepse edhe për ta nuk ka qenë lehtë, ka qenë parashkollor, i ka mbaj disa mësime online, mandej ka pas disa obligime të shkollës, po kryesisht kanë qenë shumë të pakta për shkak të fazës në cilën ka qenë ajo parashkollor. Edhe tash kur e kujtoj, mbile edhe vajza pajtohet, se djali ka qenë i vogël në atë kohë, nuk besoj që mban mend, diçka sa pat nis me ec, ai kryesisht ka lujt me balt jashtë, aty më aqit një ujë edhe një kov e ka bo mandej një balt edhe ka bo diçka, po me do bubreca që i gjejke dika. E vajza e di që e kujton me shumë qef qatë periudhë, edhe ajo thot që jo më knaq shumë qatë kohë, so kemi qëndru bashkë. Po, realisht edhe të ne në familje është e njëjta, kujtojnë fëmijët me shumë nostalgji dhe me kënaqësi, pavarësisht që frika të tritunit të ne ka qenë gjithmonë, më thonë frika në kuptimin që çka ka mu bo. Që to ta kishim ditë, e ishim knaq krejt. Veç me e ditë, dhe më thonë kur përfundon. Po, realisht, dhe më thonë, na jemi popull me shumë sfida, edhe po, jemi mësu, jemi rezilient, qëndrushëm në aspektin e shëndetit mendor. Dhe më thonë, lirisht mundemi me jap udhëzime, dhe më thonë, edhe mos qofshim psikolog konsideroj, për me qenë motivus për popujt të tjerë cilë nuk kanë qenë sfidun soni. Naile, kur përfundoj pandemia? Dhe më thonë, veç fillum mu liru masat, edhe pse masat lëvizshin ku pas kohë. Lëvizshin masat. Po, qysh ka qenë për ju mandej kur fillum me u kthy në normalitet, raportimet kënë pak ma të qeta, me raste, dhe më thonë, ma të pakta. A ka qenë një farë lirie, një farë
energjie ndryshe për ju, për ty në këtë rast? Po, absolutisht. Fakti që, do më thonë, mas 2 muajve ka qenë vera, sepse në mars, ka qenë, kur e kemi fillu emisione dhe mbyllja e vendit, mas 2 muajve fillova me shku edhe në vizita, me i taku printe mi, motrat, vllaznit, do më thonë, me dalë me u taku me shoqet për te atyne që i kisha në vend punës, nisëm me dalë me pi kafe pak, nisëm, si gradualisht. Tash, për parsi, po e them kushtimisht të neve gazetarëve dhe punëtorëve të medias, ka qenë fakti që ti me gjitha ato ke pas drejt me dalë jashtë. Edhe mendoj që kjo ka qenë ana pozitive në raport me njerëzit e tjerë. Ka qenë frika prej infektimit të madhe, po në anën tjetër s'ke pas kush zgjem ke mujt me dalë market me ble kur ke dasht, ke mujt me shku në punë, me dalë eventualisht në park, ose veç me shëtit. E kemi kesh përdor ka njëherë, po dhe më thonë atë leja në qarkullimit që e kemi pas, sepse s'ka pas mundësi ndryshe. E me gjitha ta, e kemi, fakti që na e kemi pa, kemi marr ajër kushtimisht po them jashtë, edhe kemi pas mundësi me dalë sa herë u dash, pa e pas nevojën e verifikimit numrave të letërnjoftimit, shka qenë ajo një prej masave që në orën 10:30 mujnë me dalë këta me këtë letërnjoftim, e mandej në orën 12 këta të tjerët. Që ajo ka po pak ma të lehtë, po normalisht mandej ju kthym normalitetit gradualisht. Ky edicioni që në fakt të shujke speciale në atë kohë, ka pas veç speciale emrin, u zhvendos në terminin e orës 11, që vazhdon me qenë edhe aktualisht kur po flasim. Nisëm me u marrë dhe me temat të tjera që i shlajmë shumë i mirë për krejt neve, me u marrë dhe me zhvillime politike dhe ekonomike dhe sociale dhe të arsimit jo veç me pandemi. U bo një termin i rregullt, një emision normal në cilin raportonim edhe diskutonim gjana që na prekin të gjithve, kështu ka dale haqëm pandemin. Po, prej temave. Prej temave kryesore. Po, kështu me të ftuar në studio i keni pas të gjithë, dhe më thonë, në formë virtuale. Të gjithë kanë raportu? Në atë kohë po. Në atë kohë po, Skype ka qenë i përdorur, edhe mendoj në fakt që kjo periudhja ka dhonë këtë mirë, nëse i shohim anë të mira që ka i ka dhonë botës, ja ka dhonë këtë të mirë medias në përgjithësi. Se deri në atë kohë, zomë ishte mandej kjo platforma e komunikimit që mbaheshin takimet e diskutimet e kompanive kryesisht, deri në atë kohë me patjetër u dash mysafiri me qenë në studio, nuk u pasi opsion për jashtë raste tepër të ralla prej në shteti jashtë që ka qenë domosdoshme përdorimi i Skype-it. Në atë periudhë u normalizu edhe vazhdon të mbetet lidhja këtë normale e diskutimit në një studio televizive, lidhja me Skype. Që e lehtësojke goxha shumë punën, edhe të gazetarëve, po edhe të njerëzve që kishin dëshirë me qenë pjesë e emisionit, po në pamundësi fizike shpesh herë nuk ishin. E kjo e lehtësoj, do me thonë, goxha u bo ma e lehtë. Me thonë të drejtën, ka njëherë kisha një përshtypje që pandemia ndoshta ka me nalon disa gjurmë, realisht i kalon gjurmë, po gjurmë në kuptimin e funksionimit tonë të përditshëm. Kom konsideru që kjo knaqësia që na e kemi ndje gjatë pandemis me afërsinë që kemi pas, dhe më thonë, brenda familjes, nuk e di pse kom mendu që qofshin edhe vendet e punës, dhe më thonë, çdo institucion ka me ardhë duke e zbeh angazhimin, dhe më thonë, brenda një institucioni për katës, për hir të qasoj. Me bo balancë. Po, me bo qatë balancë, nuk e di pse unë e kom mendu që është një argument ose shembull mjaftueshëm për ne, që me kuptu diçka dhe me thonë, hej, kemi nevojë pak për çto? Dhe nuk kemi nevojë me pas gjithë këtë angazhim, por realisht pa shku askund, po duke u bazu veç në veten time, do të thonë e shoh përditshmërinë, sa dinamike është edhe sa do të thonë sa gjithmonë përfundon dita dhe ti gjithmonë ki diçka pa përfundu, edhe ki diçka peng të vetja. Po, shumë sakt, shumë dinamike jeta. Për ndryshe vlera unë i kom taku, më ka ra me disa persona që kemi bisedu, që mendojsha që pandemia ka mundësi që ja u ka ndru qasja në përgjithësi për jetën, punën, në ngjashëm, se ndoshta ka lidhje me gjenerata kjo, me generatat e reja, e kanë shumë rëndësi këtë pjesën e jetës vetë. E që mu po
pëlqen në fakt. Do me thonë nuk e kanë gjithçka spaku, po flas për këta që i kam taku. Nuk e kanë gjithçka punë. Okej, në rregull puna shumë e rëndësishme, por edhe jeta jam edhe familja jam janë gjithashtu shumë të rëndësishme, edhe veç me vendos prioritete, cilën çka ka po dojna me vu fokusin. Përndryshe po, edhe në pandemi unë mendoj që ka rol të jashtëzakonshëm vendimtar qasja që shishe gjanat, se kom pas këso ditë që jëm kone pa shpres, nuk po them, po kaq me nivel të disponimit tepër të olt, me emocione jo shumë të mira, po kom pas plot ditë të tjera që sinqerisht po e them e kom pa një farë gjendje në të cilën bota po merr frymë. Edhe nuk ka pas fluturime, nuk ka pas vetura, nuk ka pas ndotje të ambientit, nuk ka pas kur gjo. Edhe thësha në rregull mirë se botës ju ka dash që kjo. Pushim prej gjithë shkafit. Hajde po nalëm, po ndëgjojmë vetën, po ndëgjojmë botën, po ndëgjojmë universin, Zotin, po ndëgjojmë çka po ndodh me neve dhe rreth neve. Në plot ditë e kom pa kështu, domethënë. Por natyrisht që kur të vishin as i lajme që në Itali po detyrohen që përmenda në fillim. Ajo ka qenë madje ajo të vendoske në këtë fazën tjetër që shkojnë në punë duhet u kajt në kjarr, po kështu ka qenë e paparashikueshme. Kjo paparashikueshmëria e ka dhënë që të emocione shumë të keq. Sigur ta kishim ditë. Krejt në rregull. Në Italia realisht ka qenë për ne më tepër, domethënë tepër e trisht. Shumë në kuptimin që, domethënë me tu zhvendos njerëz për me ju rujt jetën edhe me lënë dikënd. Më thonë, okej, vjen një situatë do më thonë që duhet nashta me u bo që ajo, që nuk jam për me gjykuas, nuk e di që ka qenë ma e drejta, a ka qenë që ashtu që është desht me vepru, nuk e di, po realisht që shumë e vështirë, din me u po, tepër e vështirë. Mandej pjesa për shembull e varrimeve, tash unë po flas për Gjakov, për vendit edhe domethënë ku e kam kryesisht familjarët, gjithçka ka ndryshuar edhe te pjesa e ceremonialeve të vdekjeve. Po. Gjithçka domethënë shkon në varreza dhe nuk ka më shumë interakcion në shtëpi që ka qenë më herët. Diçka kalon pandemia, ndryshimin ton të përditshëm, po këto angazhimet prapë domethënë kërkush s'po na merr. Jo si marrin. Duhet na vetëm i marr dorë frenat e jetës tonë. Po, edhe i përmendet rinjet. Nuk e di çu shesheti, kisha dashur edhe një opinion pse ata janë kështu, po unë mendoj që ata janë një periudhë nuk kanë përjetu luftë. Dhe domethënë na jemi rrit, të paktën unë jam gjenerat që jam rrit në atë atmosferën që lajmet janë, edhe na duhet domethënë gjithë me maj qetësi, me di çka po bëhet. Gjithmonë e ke ditë që një frikë dikush ka me të sulmu dikur. Apo mendon që edhe këta i ka bo këta të rritë sot që me ndru prioritetet? Po, absolutisht mundet me qenë kjo. Madej janë shumë të hapon edhe kanë qasje në informata edhe në komunikojnë me botën brenda sekondit, që na nuk e kemi pas. Do me thonë, tash të rritë e Kosovës janë qytetarë të botës, nuk mundesh me thonë ma që janë qytetarë të Kosovës dhe një mentalitetit të mbëllët. Shumë mirë që është kështu, mendoj që është mirë, është përparësi e tëne. Edhe prandaj nuk e kanë as këtë frikë, na i kemi ndëgju, unë baba nuk e kom pas pjesë të sistemit në punë asnjëherë në Kosovë, po i kemi ndëgju, kemi plot familjarë se cili që janë largu prej punës, që kanë mbet me nxjerrën gjinde dhe për ushqime, edhe po mundet me qenë edhe kjo arsyeja pse gjithmonë kemi pas një farë frike, jemi rrit me frikën që mbet pa punë, me frikën që mbet pa shoqëni, me frikën që mbet pa këto, pa ato. E këta tash janë gjenerata që nuk i friksohen kësaj së paku prej, se nuk po du me marrë rolin e sociologës ose psikologës, po në bazë të diskutimeve që i kam edhe të njerëzve të rinj familje që i kam, ata shohin botën ndryshe. Edhe nuk mendojnë që ti duhet me qenë peng i kurgjofit, sepse si thash tregu i tëna është bota, nuk ka Kosova. Edhe jeta e tëna është bota, nuk është Kosova. Tash me lecin më të madhe dikush ka në Amerikë jeton, nuk ka asnjë problem. Nuk është ta ndërma kjo punë. Çush ka qenë për neve? Po. Qysh është tash ndryshimi për Nailen, dhe më thonë sa i përket pjesës profesionale, Covidi nuk është, raportimet dhe më thonë nuk janë për shkak se ju e keni një emision t'juin që trajton tema shumë
të mira, konsideroj të lezetshme në kuptimin që nuk janë gjithmonë se unë kur edhe ju ftoni psikolog, po unë kryesisht në podcast kur nuk e di këta të fundit i kom pas e kom ndru pak, këtë me design, freelancing, edhe thash unë kur ftoj thash kolegët mi psikolog gjithmonë janë tema depresivo, traumatike, nuk janë ishma të mira, s'kana. Po, e kështu që, e di, po qysh është tash për ty? Nëse e bën një krahasim tash. Po, është frontline Vlira, frontline e emisioni i të shtunave që unë qëllim shumë, edhe në qoftë se ftoj figura politike, nuk du me fol për këto zhvillime me ta, flasim diçka krejt tjetër. Edhe ideja është me qenë emision ma relaksus, me ma shumë pozitivitet në ta, jo depresiv, që është e përmande, por i kemi këto ditë tjera, i kemi hane premte, e kemi kuvendin, e kemi mungesën e konsiderimit edhe në mënyrë absolute nuk përbën najfar ndryshimi në kuptimin e sfidave për raportim. Normalisht nuk po e krahasoj me gjendjen emocionale dhe shëndetësore që ka qenë atëherë, por nuk është as pak e këndshme, s'po thame e letë se nuk ka najfar vështirësie me raportu për kuvendit dhe prej kuvendit, po nuk është as pak e këndshme me raportu për ato zhvillime, sidomos kur janë në një fazë në cilën janë aktualisht edhe nesër e kemi, po i bjetë premta, është tentimi... 20 me 23, është tentimi i 20 po. Radhazi për konstituim të kuvendit, edhe do me thonë nuk ndodhë kur gjo është jo depresiv, po është ma shumë se depresiv si ambient. Edhe unë në bisedë një ditë i thash njënës prej deputetëve të kuvendit Kosovës, ishtë shumë aktuale çështja e zgjedhjes së papës në Vatikan. Edhe i thash me shumë gjaz duhet edhe me juve me funksionu njësoj, me ju mbyll në një transmetim që e patëm live, a ka mundësi me bona i regulore ose diçka ngjashëm që juve ju mbyll edhe nuk ju lejon me dalë prej aty derisa ta zgjedhni këtë veç na qit një tymin e bardhë dhe na nuk dojna me di që keni diskutuar brenda. Veç me di që u kryj. Jeni marrë vesh edhe mos me bloku. Po nëse e krahason aile që të stadin qëtash, normal që është shumë shqetësues, për shkak se na jemi qytetarë dhe neve që qysh po thu ti, nuk na intereson kush çka po fol, veç po na intereson zgjidhja. Çash neve na duhet, se na i kemi ato interesat tona si njerëz që jetojmë këtu. Po nëse e krahason me Covidin, normalisht që nuk është bashkë. Jo, nuk është e njëjtë, që janë të pakrahasueshme në fakt si periudha. Është ma relaksuese të paktën. Po, është ma e lehtë nëse për kur gjë emocionalisht. Nëse kur gjë tjetër, do me thonë, po ka pas plot sfida në atë kohë që je përballë me to. Tash veç mundesh me bëj gare në studio me ta nëse deri në kufit e lejuar të gazetarisë. Do me thonë nuk është gjendja e pakrahasueshme, po tash të qenë gazetare normalisht që unë nuk ja lejoj vetës me i komentu në studio dhe prej studios tam, dirisa jam të e bo një emision, zhvillimet politike, ama për një me u të pru Vlira. Kështu po thëmë studion tonë. Shumë e tepër. Na ire për fond se më ka njoftu që kohën veç e kemi në përfundim. Sa shpejt? Po, shumë shpejt. Po du me e ditë për fëmijët e tu. A i orienton drejt profesionit që ti e ki? Jo, edhe s'kisha pas qef me një fëmijë, nuk du me i ndiku në zgjedhjet e tëne. Do më thonë, e kam shumë me rëndësi me i lonë me eksploru edhe me gjetë vetë ata. Po, nuk është që kisha pas shumë qef me u marrë me media, me tregu drejt. Qa po të bën me mendu qëta? Nuk e di, po mendoj që nuk është ndaj far profesioni që sidomos në tash që po funksionon media në përgjithësi edhe të bomit gazetari, nuk është që më pëlqen shumë. Edhe për te i kësaj, mendoj që gazetarin Vlera duhet me dasht shumë, do më thonë shumë, për te i gjithë shkafit. Nëse do me bo gazetari, tamam gazetari, edhe me qenë gazetare, ta njëtën tane. Nëse nuk e shfrytëzon si trampolin për me kalu në politikë ose në institucione tjera, kjo është çështje tjetër. Por nëse mendon me qenë gazetare dhe më marrë me gazetari, është tepër e vështirë. Është qaq e vështirë sa që nuk mund është ndryshe me përballu, me qenë në treg, po nuk e dashte shumë. E tash kjo dashnia tepër e madhe për profesionin, edhe të qenit në treg gjatë gjithë kohës, edhe në hap me tregun duke rujt standardet profesionale, etikën, është e vështirë edhe ka një çmim tepër të madh. Ky çmim me familja jote, do me thonë
gjithmonë janë njerëz të parë që ti dush me sakrifiku. Për çka do që ndodh? Ka pas pafund raste kur thjesht je detyruar me anulu krejt planifikimet e vikendit që ke bo, sepse kuvendi ka vendosur me mbajt mbledhje mas 48 orëve për shembull. Është profesion i tillë, ti nuk mundesh, nuk je gazetar nëse thu jo s'po du me dal. Nuk je tu ndje gazetar. Prandaj e thash e bona këtë lidhjen që duhet me dash shumë nëse je, po çmimi që ti e pagun është tepër i madh. E me tregu drejt nuk ja kisha rekomandu fëmijëve të mi me pagu çet çmim të madh. Nëse ata e dojnë shumë, normalisht e kanë me gjetë mënyrën edhe kanë me bo pa më pyet mu. Në fakt nuk më pyesin ajherë, nuk e kemi diskutuar ajherë këtë pjesë, po provoj me i dhonë sa ma shumë mundësi, me i çu në kurset ndryshme, me pa madje ata vetë me orientu, me gjetë vetën vetë pa dasht me i ndiku. Njëherë veç po i vëzhgoj prej së largut, tani të shohim. Naile, të falenderoj shumë për kohën, kontributin edhe krejt përvojën që e ndove. E di që kemi edhe shumë çka me fol, po gjithmonë koha është deri diku. Faleminderit shumë Vlera, unë nuk kënaqa shumë në këtë intervistë. Faleminderit që më emocionove. Po pandemia normalisht që edhe unë zoni ju, domethënë unë të thash në fillim edhe pse po më vjen kesh ndoshta kur ti e kupton që zoni po lidhet me pandeminë, po realiteti tash pandeminë unë e tregova edhe në rast timin qesharak, domethënë jo gjithmonë pandemia na ka sjellat. Normalisht po aty plotohen pozitive që i diskutojmë këto të mira që kanë ndodhur atko. Faleminderit Vlera, kënaqësi me qenë. Faleminderit. Miropafshim në podcastin e radhës. Thank you.